Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Kjo grua hëngri 3 hurma arabe esëll çdo mëngjes për një vit dhe ja se çfarë i ndolli më vonë. Përfitimet shëndetësore të hurmave përfshijnë sigurimin e energjisë, rritjen e ekurit në trup dhe ndihmojnë me tretjen. Të pasura me lëndë ushqyese të ndryshme, fibra dhe antioksidant, hurmat janë të njohura në të gjithë botën. Këto fruta të thata janë të dobishme në trajtimin e kushteve të ndryshme për shkak të vetive të tyre antiinflamatore, antioksiduese e të tjera. Në këtë video do të listojmë disa prej dobive të hurmave arabe në shëndetin tuaj. Ato ofrojnë lëndë ushqyese të pasura për organizmin. Gjëja e parë që do të vëreni është se hurmat kanë disa përfitime të mëdha ushqyese. Ju nuk do të keni nevojë të merrni të gjitha ato vitamina kur jeni duke ngrënë 3 hurma në ditë. Ato përmbajnë bakër, kalium, fibër, mangan, vitaminë B6 dhe magnez, të gjitha këto të përfshira te ky frut. Hurmat arabe përmirësojnë tretjen e ushqimeve. Hurmat arabe janë një ushqim i mirë për tretje. Nëse keni probleme gjithashtu me zorrën e irrituar, atëherë ato mund të jenë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese. Ato mund të jenë edhe një zgjidhje shumë e mirë kundër problemeve të kapsllëkut ose problemeve të tjera të tretjes së ushqimit. Hurmat arabe mundet t'ju ndihmojnë edhe në këtë aspekt. Pjesa e kësaj është edhe fibra që përmbajnë dhe kanë treguar se reduktojnë rrezikun e problemeve të zorrës së trashë dhe gjithashtu sjellin rezultate të kënaqshme ushqyese për mbrojtjen e organizmit në parandalimin e këtyre komplikacioneve. Hurmat arabe. Studimet kanë treguar se magnezi tek hurmat arabe ndihmon në uljen e inflamacionit arterial dhe uljen e rrezikut për sëmundje të zemrës, si dhe mpiksjes ndaj inflamacioneve, të shkaktuara si për shembull nga Alzheimeri dhe nga artriti. Hurmat arabe janë një produkt i mirë për një shtatzani të shëndetshme. Një studim i bërë nga UST provoi se hurmat arabe ndihmojnë në dhimbjet e lindjes dhe lehtësojnë këtë. Uluntimet kanë testuar rreth 70 gra dhe dolën në përfundimin se gratë që hanin hurma arabe gjatë 4 javëve të fundit të shtatzanisë së tyre patën një lindje me më pak dhimbje. Hurmat arabe janë të mira për tensionin e lartë të gjakut dhe kundër goditjeve në zemër. Magnezi që ndodhet te hurmat arabe është gjithashtu i dobishëm kur është fjala për uljen e presionit të gjakut, por me ngrënien e këtij fruti të gjitha bëhen të panevojshme. Kaliumi që hurmat arabe përmbajnë janë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese për mbrojtjen e trupit në uljen e presionit të gjakut. Përveç kësaj janë bërë kërkime për të përcaktuar nëse hurmat arabe kanë ndikime në goditjen e zemrës. Në fakt, ka pasur rreth 7 studime që provojnë nëse magnezi zvogëlon edhe rrezikun e goditjeve në zemër me rreth 10% për çdo 100 mg magnez që ju hani në bazën ditore. Ulëntimi është publikuar në gazetën amerikane Clinical Nutrition dhe ka treguar qartë se hurmat arabe mund të ulin rrezikun e goditjeve në zemër. Hurmat arabe e bëjnë trurin të punojë më mirë. Ka pasur edhe studime të kryera mbi përbërësit e hurmave arabe në lidhjen e tyre me shëndetin e trurit dhe ajo ka treguar se kur ju keni mjaftueshëm vitaminë G në sistemin tuaj, trupi juaj mund të punojë më mirë. Kjo do të thotë se ju duhet të përqendroheni më shumë, memorje më saktë dhe mund të thithë informacionin më shpejt. Hurmat arabe ndihmojnë për të mbajtur mendjen tuaj të mprehtë dhe të gatshme për të mësuar. Hurmat arabe përmbajnë vitamina C, vitamina A, B1, B2, B6, vitamina D, vitamina E. Për çdo 100 gram hurma do të prodhohen 13 mg acid folik, i cili është i rëndësishëm për prodhimin e rruzave të kuqe të gjakut dhe cilësinë e punës së ekurit në trup. Aminoacidi i hurmës është i rëndësishëm për prodhimin e 5000 lloje proteinave të domosdoshme për një jetë të shëndetshme. 18 prej këtyre shembullore dhe cilësinë e imunitetit dhe shumimin. Triptofani është një nga aminoacidët më të rëndësishme që gjendet te hurmat. Ato përmbajnë kripra alkaloide, të cilat veprojnë në rregullimin e acidit në gjak. Hurmat arabe janë të pasur me element natyral si fitoparandalues të problemeve. Hurma është e pasur gjithashtu edhe me magnez, element ushqyes këtor shumë të rëndësishëm. Hurmat përmbajnë element antisëmundje dhe mund të ndihmojnë gjithashtu në sjelljen e përfitimeve të larta ushqyese. Mos nguroni t'i keni pjesë të dietave tuaja. Ato përmbajnë elemente të rëndësishëm siç janë hormonet pitocin,
të cilët kanë një rregullues edhe në shtypjen e presionit të gjakut. Ju mbasi nuk e dini faktin se hurmat arabis përveç faktit se janë tepër të shijshme, ato përmbajnë gjithashtu element të lartë ushqyes në mbrojtje të organizmit. Në këtë video do ju tregojmë disa nga vlerat ushqyese të hurmave në organizmin tuaj dhe arsyet kryesore pse duhet i konsumoni ato vazhdimisht në dietën tuaj të përgjithshme. Ato janë tepër të pasura me lëndë ushqyese. Hurmat arabis janë të pasur me ushqyes të pasur me magnez dhe mund të ndikojnë gjithashtu në rritjen e përfitimeve të trupit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Ndaj në këto raste sigurohuni t'i keni pjesë të dietave tuaja. Sistemi tretës përmirësohet kur ju hani hurma arabie. Konsumi i rregullt i këtyre hurmave mund të bëjë shumë më mirë gjithashtu kundër shqetësimeve tuaja tretëse, duke sjellë rezultate të shkëlqyera për trupin, kundër kapslëkut, fryrjeve të barkut e të tjera. Sasia e lartë e fibrave garanton këtë si dhe është përdorur në trajtimin e hemoroideve. Është një qetësues efektiv kundër dhimbjeve. Hurmat arabis përmbajnë shumë magnez, i cili është i njohur si përbërës antiinflamator. Si të tilla janë edhe efektet kundërhenjtjes dhe dhimbjeve të shkaktuara gjithashtu edhe kundër artritit. Ato janë efektive edhe për reduktimin e inflamacionit arterial dhe rezultatet kanë treguar se do të zvogëlohet rreziku i goditjeve në tru dhe rreziku i goditjeve në zemër. Gratë shtatzana mund të hanë vazhdimisht hurma arabie në dietën e tyre. Është të vërtetuar se hurmat arabis janë të mira gjatë shtatzanisë. Hurmat arabis janë efektive në rregullimin e presionit të lartë të gjakut dhe parandalimin e goditjeve. Presioni juaj i gjakut mund të rregullohet kur hani hurma arabie, pasi ato përmbajnë magnez. Kaliumi gjithashtu ndihmon për të luftuar sëmundjet kardiovaskulare, kështu që ato janë thelbësore për shëndetin e mirë të zemrës. Magnezi është i mirë edhe për të parandaluar rrezikun e goditjeve, gjë që është botuar edhe në American Journal of Clinical Nutrition. Hurmat arabis ndihmojnë në funksionin e trurit. Është provuar përmes studimeve se vitamina B6 e konsumuar në sasinë e duhur dhe rregullisht ndihmon në tru që të funksionojë në mënyrë perfekte. Hurmat arabis janë të pasura gjithashtu edhe me vitamina, që ndihmojnë në memorien tuaj, në funksionet njohëse, në përqendrim dhe gjithashtu në fokus. Përfshirja e hurmave në dietën tuaj të përgjithshme do të jetë një aleat i mirë edhe për organizmin tuaj. Përfitimet kryesore të këtij fruti janë edhe vetitë e antioksidantëve. Hurmat arabe kanë veti të larta antioksiduese. Këto përfshijnë polifenole, karotenoide dhe elementë të cilët kanë treguar se ndihmojnë në menaxhimin e rrezikut të sëmundjeve kronike. Ato mund të mbështesin shëndetin e zorrëve. Studimet mbi fibrat vazhdojnë të mbështesin rolin e tyre të rëndësishëm në shëndet, duke u nisur nga nxitja e një mikrobiome të shëndetshme të zorrëve deri te reduktimi i rrezikut të gjendjeve shëndetësore afatgjata. Një studim i vitit 2015 zbuloi se konsumi i hurmave mund të reduktojë problemet e zorrës së trashë falë përmbajtjes së lartë të fibrave dhe polifenoleve. Ky fundi gjithashtu ka treguar përfitime të dobishme antimikrobike. Do të ndihmojë në shëndetin e kockave. Hurmat janë një burim mineraleve miqësore për kockat, duke përfshirë fosfor, kalium, kalcium, magnez, gjithashtu edhe vitaminat tepër të rëndësishme për mbrojtjen e shëndetit. Përfshirja e hurmave në dietën tuaj në shtatzani mund të zgjerojë gjithashtu edhe shëndetin tuaj. Shurupi i hurmave ka indeks të ulët glicemik dhe një përmbajtje më të ulët të fruktozës së shumicës së ëmbëlsuesve të tjerë. Gjithashtu, disa persona mund të jenë alergjik ndaj hurmave dhe përveç kësaj, komponentët e quajtur sulfite për disa individ të ndjeshëm mund të shkaktojnë simptoma alergjike. Nëse i përkisni kësaj kategorie dhe keni këto simptoma pas ngrënies së hurmave, flisni menjëherë me mjekun tuaj, citojnë ekspertët e Healthline. Gjithashtu, hurmat janë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese në mbrojtjen e organizmit dhe parandalimin e komplikacioneve. Gjithçka që duhet të keni kujdes është sasia. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.